Përshëndetje, si që shikoni, është ora 3 e mëngjesit dhe ndoshta po mendoni çfarë bëj zgjuar në këtë orë. Sot jam zgjuar enkës për të përgatitur bukën me qiqra. Kjo bukë kërkon shumë përkushtim, sepse fermentimi do orë të tëra që të përgatitet dhe brumi bëhet vetëm nga qiqra, pa maja, pa diçka tjetër të shtuar. Unë gjatë ditës jam në punë dhe nëse nuk e nis tani, nuk do t'jetë gati kur të kthehem. Kjo është një traditë që ne kemi pasur gjithmonë në zonën tonë dhe familja ime e ruan akoma. Ne këtë bukë e përgatisim çdo festë bajrami. Por mua më pëlqen ta përgatis edhe ditë të tjera, sepse është një bukë shumë e shëndetshme dhe shumë e veçantë. Ndiqeni videon deri në fund për ta mësuar. Vazhdoj me recetën. Kam marrë këtë paketimin me qiqra, i kam hedhur në një tas që në darkë para gjumit, ju kam shtuar ujë dhe do t'i lej që të zbuten pak. Tani ja u kullova ujin dhe do t'i hedh në blender, që t'i shtyp dhe të marrë këtë masën për të zënë brumin. Çdo gjë duhet të përvëlohet me ujë të nxehtë, sepse është shumë delikate dhe nuk duhet të preki në diçka të thartë, se prishet komplet brumi dhe nuk bëhet buka. Për të zënë farën e qiqrave, unë kam përdorur këtë vazon. Nga blenderi e kaloj masën tek vazua, kam shtuar ujë të nxehtë, jo shumë të val, kam shtuar pak krip, kam shtuar një lugë sheqer dhe në fund kam shtuar një lugë miell gruri. I përziej mirë përbërësit që hodha në vazo me anën e një lugë druri, derisa masa të bëhet homogjene. I vendos kapakun dhe sigurohem që ta kem mbyllur mirë. Pastaj do ta mbledh me diçka që të rri ngrohtë, sepse sekreti i gjithë këtij brumi është që do ngrohtësi. Unë po e vendos tek stimët, tek kaloriferi, sepse aty është gjatë gjithë kohës ngrohtë. Para se të nisem për punë, po e shikoj një herë, po e përziej dhe pak, ka filluar bulza të vogla dhe do ta vendos përsëri tek vendi i ngrohtë që e kisha vënë. Sapo jam kthyer nga puna dhe gjëja e parë që dua të bëj është të shikoj nëse më është zënë fara për bukën. Dhe po, është zënë kaq mirë. E përziej mirë sepse më duhet ta kulloj, të marr vetëm pjesën e lëngut. Coprat e qiqrës dua t'i ndaj sepse nuk dua t'i kem tek buka. Dhe do marr vetëm pjesën e lëngut. Do t'i shtoj vetëm pak miell që të bëj një përzierje të hollë. Brumi do marrë këtë masë, sikur kemi zënë brum për krepa, e mbuloj me kapak, e mbështjell përsëri, sepse duhet të rri gjithmonë ngrohtë. E kam lënë rreth një orë të mpuluar dhe ja si është fryrë. Tani është momenti për ta zënë bukën tamam. Brumi është i ngrohtë dhe duhet punuar shpejt që të mos i bjerë temperatura e ngrohtësisë, sepse prishet brumi. Duhet të marrë këtë konsistencë. Me anë të grushtit e shtyp aty në mes, që ta kuptoj më vonë se sa shumë ka ardhur. E kam ngrohur furrën në 50 gradë, vetëm sa të ngrohet dhe e le gjatë gjithë kohës në të ngrohtë. Dhe ja si është bërë brumi tani. Aroma e qiqrave ka mbushur të gjithë shtëpinë tani. Kam hedhur pak miell dhe duhet ta hedh brumin sipër që ta punoj edhe pak, por duhet ta punoj shpejt që të mos më ftohet. Si që thash, duhet shumë kujdes me brumin. I jap këtë formën për ta pasur më të lehtë për ta prerë me anë të një thike, që më parë kam përvëluar me ujë të nxehtë. Dhe do e ndaj brumin në kulaçka. Siç e shikoni, brumi është shumë i butë. Të gjitha kulaçkave ju jap këtë formën e rrumbullakët, i vendos në një tavë që më parë kam lyer me vaj dhe e kam ngrohur. Pasi e kam vendosur të gjithë brumin në tavë, me anë të një piruni, duke e lagur pak në ujë, dua t'i zbukuroj pak me format që dëshiroj. Pasi të mbaroj me zbukurimin, do ta vendos në ambient të ngrohtë që të vijë akoma. Buka tashmë ka ardhur dhe është mbushur. Unë kam marrë një të verdh veze me anë të fuçës, duhet ta lyej të gjithë bukën sipër, që të qëndroj e butë dhe të piqet e kuqërremtë e bukur.
Buka është gati dhe tani do ta fus në furrë për t'u pjekur, me gradët si një bukë normale. Kjo është pamje që buka ka marrë, ka një aromë fantastike që e ka shpërndar kudo. Shikojeni pak sa e mirë që duket, mund ta shoqërosh me çdo gjë, të ëmbël dhe të kripur. Kjo ishte dhe buka me qiqra. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer receta. E di që ka një proces goxha të gjatë, por më besoni që ja vlen çdo sekondë kohë, sepse ka një shije të mrekullueshme dhe është shumë e shëndetshme. Faleminderit që ndajtët me mua deri në fund të videos. Mos harroni të bëni like dhe të lini koment rreth recetave të mia. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!